Përplasjet mes Izraelit dhe aleatët e tij kryesor, Shtetet e Bashkuara po bëjnë gjithnjë më të dukshme në sfondin e përpjekjeve për arritjen e një marrëveshje me Iranin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kishte llogaritur se bashkëpunimi me administratën amerikane do të çonte në dobësimin e regjimit iranian dhe do të forconte pozitat e Izraelit në lindjen e mesme. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë se Tel Avivi dhe Washingtoni po ndjekin prioritete të ndryshme strategjike. Presidenti amerikan Donald Trump po synon të distancohet nga përshkallëzimi ushtarak dhe të avancojë në zgjidhje diplomatike me Teheranin, ndërsa Izraeli mbetet skeptik ndaj çdo marrëveshje që nuk adreson plotësisht shqetësimet e tij të sigurisë. Sipas burimeve izraelite, marrëveshja paraprake e propozuar shihet me rezervë nga udhëheqja e vendit, e cila friksohet se periudha e negociatave mund të zgjasë dhe të kufizojë aftësinë e Izraelit për të ndërmarrë veprime ushtarake nëse e konsideron të nevojshme. Në qendër të mosmarrëveshjes mbetet programi bërthamor iranian dhe konflikti në Liban, ku Izraeli ka vazhduar operacionet kundër grupit të mbështetur nga Irani, Hezbollahut. Raportet mediatike bëjnë të ditur se tensionet mes dy liderëve janë shfaqur dhe në komunikimet private. Në fillim të muajit, Trump thuhet se i kërkoi Netanyahu të shmangte sulme ndaj Beirutit, ndërsa Washingtoni po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Iranin. Megjithatë, disa operacione u pezulluan përkohësisht. Sulmet e mëvonshme izraelite në periferitë jugore të Beirutit çuan në kundërpërgjigje me raketa nga Irani, duke rritur frikën për një zgjerim të konfliktit në rajon, ndërsa SBA shpreson për një armëpushim 6 ditor të krijojë hapësirë për negociata. Mbetet e paqartë nëse dallimet mes Washingtonit dhe Tel Avivit do të tejkalohen apo do të thellojnë më tej tensionet mes dy aleatëve strategjik.